Tregon sahabiu i nderuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasul Allah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Ka thënë të gjithë antarët, pjesëtarët e ummetit tim do të hyjnë në xhennet përposë atij i cili refuzon. Dikush e ka pyetur dhe i ka thënë o i dërguari i Allahut, dhe kush është ai i cili refuzon? Subhanallah. E pa konceptueshme domethënë për një musliman të refuzosh hyrjen në xhennet. Por shikoni domethënë udhëzimi dhe orientimi profetik. Profeti alayhi salam e ja ka sqaruar dhe ka thënë se ai i cili më bindet mua ka zgjedhur të hyjë në xhennet, e kush më kundërshton mua, ai ka zgjedhur të refuzoj dhe të vendosi domethënë të mos shkojë për në xhennet. Të nderuarit e mi.